opozita. Kush do të mund të ishte ajo figurë e pranueshme? Nuk muj me thonë, kam problem, di sepse shikoni këtu në që në caru raportet me qitë edhe profetet gjitha feve abrahamike, edhe të kristianëve, edhe të hebrejve, edhe të islamit, me qitë më votu problem është. Kja këshin gjithë behanët dhe këshin. Këto është problem me gjithë. Jam përmendur 2-3 emra së fundi, kështu kanë qarkulluar. Emri Glau Konjufcës, emri Bekim Jashari, emri i Blerim Shalës. Këto trija janë përmendur kështu. Trija, për shambull, unë bes tret këta emra kanë gjosat reale. Jo, do të thëja për me formulu ma mirë, mendoj shumë ma shumë se Vjosa Osmani. Tret, se cili për i tyre. Besoj që, po flasë për vota. Për zhvillimet e brendshme. Po mirë, në aspektin ndërkombëtar, si do ishte? Por logjika e donë, logjika pushtetit e donë, pak ka logjik pëse duhet kurti mi adhon mandatin dikuj që sështë i lojt i partis ti. është legjitime kjo. Në këtë rast duhet të konjum, sepse mi adhon tjerve. Sepse tjeti ka të pa parashikushëm. Kjo është politik. Kjo s'ka lidhje me sakrifica se... Por ideja është, i duhen votat edhe të opozitës. Aty nuk e ka fuqin të si vetëve. Jo, për le të bëni kompromis. Le të merë për shamu, që po dhjën LDK-na, PDK-na, do të thotë cëla do të partive tjera, edhe pse për shamull unë besoj për mi ik zjedhive, besoj që edhe po opozita këshit votu Glaukun. Ma mërmanja. Besoj se këshin bo problem. Në aspektin e jashtëm. Kurse Bekim Asharin, sigurisht që këshin votu këta të luftës që gjithë, pas një diskutim, s'kam as një dilim, për zotin Shala, unë besoj po ashtu që këshin votu njëtë. Thoni që më led do të votonin se cilën nga këto 3 figura se Vjosa Osmani. Pas një diskutim, kurse masandej, zotin Ashari, Bekimi, i dyti zotin Shala, do të këshin ma shumë shansë në raport me Glaukun. Po pse? Ne po e shojmë figurën e presidentës vetëm në aspektin e ndikimeve të brendshme. Në paraqitjet e jashtme, si e keni parë ju performancën e saj? Ju, do të thotë unë, për shembull 2 vita, 3, deri ka shku vizit në Tiranë te Edi Rama, që aty ka ndryshuar, çdo gjë ajo është. Fakt, ato 2 vite s'ka pas asnjë dallim me zotin Kurti. Unë jemi të rrë mas pari me po njëherë si president Mrana, edhe si qeveri Mrana, ju dini mendimet e mija. Dhe pse thoni që nga i takim ka ndodhë kësesa? Shkallon paragraf të kushtetutës zone Osmani, që është e pashambull, mënyrën ma primitive, ma brutale, bashkë me Kurtin, po Kurti është ekzekutiv, është politik. Domethënë, e kanë bo edhe kryeministri Meqjarit Azom, i Slovakis, e kanë bo plot kryeministrat vendit ish komunistë, ju kanë thonë gjyqtarëve, ju shkoni dilin zjedhi, ju e një bandita, ju një kështu, ju kanë thonë, po, pa i përmen me emra, domethënë, kur që kanë konvenu. Por presidenti i Republikës, muqu me i thirë me emra, herë supremen, me lonë pa organet e drejtësis, pa e prorë, antarit gjykos kushtetuesi që minoritet, mi thonë, ti je kriminel. Kemë bosë kamerë borë, bosë kështë. Thani që ka shkel kushtetutën, presidentja? Po që se ka shkel? Ajo është nivelli, do të thotë, shiko ti thush mas pari, po përgjësi për që me posë, me retime. E dorëzan kërkesën, thotë Petrjeku se ishë raportus Labani. A tha kështu? Ku e diti? Po të zguzë me diti, nësë një zguzë me diti, mu dalë publik. Po e vlerësojmë figurën saj vetëm raportin e mreqëm. Raportin e jashtëm, e përmendet takimin me Ramën, pse aty besoni që ka ndodhë këthesa? Qëfar e ka bërë presidentën? Por e vërteta është, ato dëri ta pyt një zonë Osmani dhe Ramën, por e vërteta është që prej vizitës në Tiranë, njërë graduali ka fillu me ndryshu edhe duke që është vetvetja. Dhe aty s'ka qenë vetvetja. Pastaj... Me sugjerime, me këshilla, me rekomandime? Unë po e them si fakti jashtëm, sepse unë e përdit që ta zomë se parë të desha them dikrecion doj. Trumpi, apëshem farë suksesi politik të jashme, Mrana nuk i ka punë mirë në polës. Jo, as pak. Si ka as pak, po pradaj. Sot kur po flasim për protesta atje. Politika jashme këtu, do thot, edhe pastaj, alatët, kanë punu me zonë Osmani, rrëth çështjeve të njojeve, iniciativave të ndryshme, për me i amortizu. Po,
s'ka rast Sonja Osmani që s'ka fol kundër BE-s në paraqitet publike. S'ka rast, ma gjeti, veç me rikëqyre. Mrana, s'ka herë që është dosh me zbatu kushtetutët që nuk e ka shkel. Ran, pej ditës kër e ka shkarku, ja atë, si po quaj, gjyqtarës. Valdetën? Po, deri në të fundit, do në thot, kur e ka abuzu diskrecionin, do në thot, i ka pos 3 data, a 4 për zjedhje, edhe ka bo datën e që ka propozu Zoti Kurti. Diskrecion nuk është arbitraritet. Me thonë 27-in, bili, ose 29-in, ose... Adin, po bash, adin, është... Çfarë uniteti paraqet ti? Mirë, se duhet të flas me ju pak edhe për zhvillimet ndërkombëtare, të mos mbetemi vetëm tek zhvillimet e brendshme, do kemi edhe disa muaj përpara deri në momentin kur kuvendi do ta votojë presidentën ose presidentin e shtetit, e ne do flasim pak për atë se çfarë filluam, që në fillim të flasim për bordin e paqes, e kaluam tek zhvillimet e brendshme, por më intereson pikpamja juaj për raportin aktual të SBA-s me vendet e BE-s. Ju filluat që më parë të thoni se politikat e Trumpit janë tërësisht transaksionale dhe ne po shohim mënyrën se si po komunikon me aleatët në BE, në çfarë pike, le të themi, janë raportet mes dy aleatëve që deri një farë forme nga dikush janë perceptuar si të përjetshme. Shikoni, prap duhet me u këtuja të qka thotë e qka bën Trump. Po ta merrni, se Ukrajina është pikë sot për mu vlerësu raporti BE SBA, është Ukrajina. Në raport me Ukrajinën ju e keni parë se si janë zhvillu. Nuk është po shihet qartë mënyra se si Trump është sjellë ndaj Jelcinit, e ka prit për njëtin kohë i ka fut sankcione, ose i ka sankcionu shtetet që e kanë ndihmuar Rusinë, edhe mas vizitës në SBA-t Putinit. Që do thot, ai ka vazhduar politikën e izolimit që është të Rusisë, që është pjesë e strategjisë euroatlantike. E dyta, ideja Trumpit prej fillimi ka qenë që Evropian duhet për veti më burden sharing. Edhe faktikisht mrena sferës euroatlantike, Trumpi e ka shkput edhe i ka bo mirë Evropës, ta dini, që e po sot me indi, edhe në sferën ekonomike, do në thot, me Amerikë Latine, Evropa boni, po ashtu, do në thot, edhe pse pa protesta. Do në thot, se vetë natyra randit global që është sot, është fragmentarizu dhe në fuqit regionale, jënë ka lunë rol matë madhë se që ka lunë gjatë tëna fazave me përjashtim të